Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Nëse pini kafe në mëngjes, urgjent duhet të dëgjoni këtë lajm. Koha e ditës kur pini një filxhan kafe mund të ulë rrezikun e një vdekje të parakohshme. Një studim zbuloi se njerëzit që pinë kafe në mëngjes kishin një rrezik më të ulët për të humbur jetën nga sëmundjet kardiovaskulare se konsumatorët e kafes gjatë gjithë ditës, por kërkimet nuk mund të vërtetojnë nëse kafja ishte shkaku i vetëm. Studimet në qendrën kërkimore të Universitetit Tulane thonë se, ndërsa studimet nuk tregojnë përse pirja e kafes në mëngjes zvogëlon rrezikun, një shpjegim mund të jetë se konsumi më vonë gjatë ditës mund të prish oraren e brendshëm të trupit dhe të nxjisë edhe presionin. Studimi botua gjithashtu edhe në gazetën europiane të zemrës. Studiuesit thonë se duhen studime të mëtejshme për të parë nëse gjetjet e tyre mund të vërehen edhe të popullata të tjera, por ata citojnë se pirja e kafes në mëngjes mund të zvogëlojë dhe të ulë rrezikun nga problemet kardiovaskulare, duke ndikuar kështu edhe në përmirësimin e jetëgjatësisë. Studiuesit nga Universiteti Tulane në New Orleans panë rreth 40.725 të rritur që kishin marrë pjesë në anketën kombëtare të ekzaminimit të shëndetit dhe ushqyerjes në SBA midis viteve 1999 dhe 2018. Ata u pyetën për konsumin e përditshëm të ushqimeve dhe pijeve nëse pinin kafe si dhe kur. Pjesëmarrësit që pinin kafe në mëngjes pasi e konsumonin mëngjesin e shëndetshëm patën një përmirësim më të mirë të shëndetit të zemrës. Kafeja njihet për një nga pijet më të konsumuara në mbar botën. Është prej pijeve më të njohura, të cilat mund të garantojnë edhe shumë përfitime nëse gjeni momentin dhe kohën e përshtatshme. Përveç kësaj, të paktën një filxhan kafe në ditë mund t'ju lejojë të merrni përfitimin e vetive të shëndetshme. Megjithatë, ka edhe disa kundërindikacione si pothuajse çdo gjë që marri. Studiuesit po gjejnë gjithmonë më shumë veti të dobishme të kafes, që është një lajm i madh për të gjithë njerëzit që duan të kenë edhe këtë shije. Jo vetëm që do t'jeni në gjendje të shijoni aromën e shijshme të jashtëzakonshme, por kur ta bëni këtë do të dini se po bëni gjëra më të mëdha për trupin tuaj. Kafeja përbëhet nga një sër elementësh ose lëndë ushqyese për të cilat duhet të dini. Kur analizoni kimikisht atë që ka një filxhan kafe është vërtet mbreslëndse, ju mund të shikoni se ajo është e pasur me disa minerale ose element gjurmë, si dhe vitamina dhe acide yndyrore. Të gjitha këto substanca janë ato që kontribojnë në mirëqenien tuaj. Një filxhan kafe pa shtuar asgjë tjetër, mund të marrësh edhe karbohidrate, lipide ose yndyrna, vitamina, minerale, komponentë të azotit, alkaloide, protein, acide dhe komponentë të tjera aromatik. Por kjo nuk do të thotë për shumicën e personave që ta teprojnë me pirjen e kafes. Vitaminat të grupit B si acidit folik, niacina si dhe vitamina B12, riboflavina, vitamina B5, acidi pantotenik, vitamina K gjendet te kafeja. Kafeja ka ndikime pozitive në shëndetin tuaj të trurit. Falë kafeinës mund të përmirësoni funksionet tuaja njohëse, prandaj do ju ndihmojë të kaloni më shpejt edhe punët që keni një përqendrim më të madh që kërkojnë gjithashtu vëmendje më të theksuar të trurit. Kjo falë faktit se bllokon adenozinën që rrit dopaminën dhe neuropinefrinën që përshpejtojnë funksionet të trurit. Kjo gjithashtu kontribon në kujtesë dhe në rritjen e energjisë, madje përmirëson edhe disponimin. Kafeja parandalon rënien e njohjes. Një tjetër nga vetitë e kafes është se ndihmon në parandalimin e vonimit të efekteve të sëmundjeve neurodegenerative si Alzheimeri dhe Parkinsoni. Disa studime kanë përcaktuar se konsumi i rregullt i kafes mund të zvogëlojë shanset me 60%. Kafeja përmirëson gjithashtu edhe performancën fizike. Edhe kafeina ndihmon në rritjen e niveleve të adrenalinës në organizëm, gjë që e bën trupin të përgjigjet më mirë kur duhet të marrë edhe përpjekje fizike. Prandaj mund të përmirësojë performancën dhe të zvogëlojë ndjenjën e lodhjes për shkak të aktivitetit fizik. Kafeja gjithashtu është e pasur me antioksidant. Studimet si ato të kryera nga CSIC kanë treguar se kafeja është e mrekullueshme dhe një burim i antioksidantëve. Kjo ju ndihmon të mbani shëndet më të mirë dhe të parandaloni plakjen e qelizave. Përveç kësaj, ai siguron një normë vitaminash dhe minerale që ju ndihmon gjithashtu në forcimin e shëndetit tuaj. Në fakt, mund të përmbajë në shumë antioksidant disa fruta dhe perime. Kafeja
mbron gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të mëlçisë. Një tjetër studim i kryer në Universitetin e Southampton pohoi se një filxhan me kafe në përditshmëri mund të zvogëlojë rrezikun e cirozës së mëlçisë me 25% dhe 4 filxhan mund të reduktojnë deri në 65%. Prandaj është më mirë për shëndetin e mëlçisë suaj. Kafeja djeg gjithashtu yndyrën. Nëse do një dietë ose dëshironi të humbisni peshë, duhet të dini se kafeja është një substancë natyrale që ka vedi djegëse në yndyrë. Falë këtij, metabolizmi mund të përshpejtojë dhe të eliminojë gjithçka që ka mbetur. Prandaj, kombinimi i kafes në një dietë të ekuilibruar ju ndihmon të qëndroni në formë. Kafeja ul rrezikun e problemeve të zorrës së trashë dhe të gjirit. Instituti i Sëmundjeve Dana-Farm në SBA gjithashtu përfundoi një studim mbi zvogëlimin e rrezikut të problemit të zorrës së trashë dhe atyre të gjirit. Ata mbajnë edhe vlerësimin e konsumit të 4 filxhan në ditë që mund të zvogëlojë rrezikun e përsëritjes të personat me probleme të zorrës së trashë dhe ato të gjirit. Kafeja është e pasur gjithashtu edhe me probiotik. Konsiderohet si një ushqim funksional ashtu si edhe efektet probiotike, kështu që mund të mbrojë në shëndetin tuaj të zorrëve. Kjo do të thotë ushqen florën bakteriale të zorrës suaj, stimulon sekretimin e stomakut, aktivizon prodhimin e tëmthit në kontakt të fshikës së tëmthit. Kjo e bën atë më të tretshme nëse merret pas ngrënies. Kafeja ndihmon në parandalimin e astmës. Edhe pse duket e çuditshme, ka edhe studime që përcaktojnë se kafeja mund të përmirësojë simptomat e astmës. Mund të duket se nuk ka asnjë lidhje, por kafeja mund të ndihmojë në zgjerimin e tubave bronkial për shkak të kafeinës, pasi është një substancë kimikisht e ngjashme me elemente të cilët janë përbërës të zakonshëm të ilaçeve kundër astmës. Kafeja gjithashtu është një antidepresant natyral. Kafeja mund t'ju ndihmojë në problemet tuaja me depresionin nëse nuk e merrni atë në mbi doza. Kjo për shkak se kafeina mund të bllokojë molekulat e lidhura me stresin, kështu që personat që kanë luhatje të stresit mund ta pinë atë në doza të vogla. Kafeja ndihmon gjithashtu në shëndetin e zemrës suaj. Kafeina e konsumuar me moderi mund të zvogëlojë rrezikun për të pasur një atak në zemër për shkak se redukton edhe kalciumin e pranishëm në arteriet koronare, duke minimizuar shanset për të pasur infarkt miokardi. Ajo ul rrezikun për diabet. Ekzistojnë gjithashtu disa studime që tregojnë se konsumatorët e rregullt të kafes kanë 50% mundësi më pak për të zhvilluar diabetin e tipit 2. Arsyeja e këtij përfitimi qëndron te përmbajtja e lartë e antioksidantëve, të cilët gjithashtu mund të parandalojnë në këtë të keqe që prek gjithmonë më shumë njerëzit. Kafeja është një vazodilator shumë i mirë. Kjo vetë lejon që në të gjakut të zgjerohen dhe të përmirësohet qarkullimi. Kjo mund të zvogëlojë problemet e dhimbjeve të kokës për shkak të rrjedhjes së dobët të gjakut. Siç ka efektet e mira, kafeja nëse përdoret dhe pihet përtej masës së lejuar, mund të ketë edhe efektet e saj, të cilat janë kundërindikacione. Por si çdo substancë ose ushqim tjetër, ai gjithashtu ka kundërindikacionet e saj, sidomos për njerëzit që kanë probleme shëndetësore. Kjo nuk do të thotë se është e keqe, por do të thotë se në këtë rast duhet të reduktoni konsumin e saj ose të pini kafe pa kafeinë. Rastet në të cilat nuk duhet të pini kafe ose të zvogëloni dozat çdo ditë janë: nëse keni probleme me takikardin, aritmin kardiake ose me zemrën. Arsyeja është se duke prekur sistemin nervor, këto simptoma mund të përkeqësohen. Nëse jeni duke pirë ilaçe kundër depresionit ose keni probleme me sistemin nervor, pasi mund të ketë efekte kundërindikative për shkak të kafeinës, preferohet të pini pa kafeinë që të mos ju nervozojë më shumë. Gjithashtu nuk është i përshtatshëm për personat me hipertension. Kafeja gjithashtu mund të përkeqësojë presionin e lartë të gjakut, kështu që është më mirë të shmangni kafen ose ta bëni atë pa kafeinë. Nëse vuani nga problemet e tretjes si sindroma Down, zorra irrituar, hernia hiatale, gastrit, ulçra e të tjera, pasi mund të përkeqësojë situatën tuaj edhe me kafeinën. Mos harroni se edhe kafeja pa kafeinë ka të njëjtin pjesë ndikimi negativ për shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.